Gjeneta reagon pas fitores së gjestit. Shpresoj që Gjeneta Fetahu vendos të mos komentoj më për gjestin pas mbarimit të sezonit të shtepis së famshme. Gjeneta Fetahu ka komentuar rregullisht situata që lidhe me gjestin në edicionin e Big Brother në Shqipëri. Si opinioniste në emisionin e diell, ajo ka ndarë mendimet e saj për dinamikat në shtëpinë më të famshme në vend. Në një deklaratë të fundit, Gjeneta ka bërë të ditur se nuk do të flasë më për gjestin dhe marrëdhënien e tij, duke theksuar se është ndjerë e shqetësuar dhe e lodhur nga presioni i vazhdueshëm. E kam thënë dhe po e përsëris. Disa njerëz nuk po kuptojnë që unë jam këtu në punë. Po flas për herë të parë dhe të fundit në lidhje me ata dy. Uroj vetëm të kenë sukses, por kërkoj që rrethi i tij të më lërë të qetë, sepse edhe pas përfundimit të Big Brotherit nuk më kanë lënë rehat. Ata e dinë shumë mirë kush janë, është shprehur ajo. Gjeneta shtoi gjithashtu se njerëz të afërt me gjestin kanë kërcënuar edhe familjen e saj për komentet që ajo ka bërë në media. Shpresoj të na lënë të qetë mua dhe familjen time. Ata kanë qenë të shqetësuar gjatë gjithë kësaj kohe për shkak të kërcënimeve që kemi marrë. Prandaj, do të fokusohem në projekte të reja dhe nuk do të flas më për Big Brother, theksoi ajo. Për rikujtim, Gjeneta ka qenë në një lidhje me gjestin gjatë kohës që të dy ishin pjesë e Big Brother Kosova.